Mesazhi që duhet të marrim, inni ja'ilun fil ardi khalife. Po krijoj në tokë një sipërfaqe të tokës, një krijesë e cila do të jetë mëkëmbës. Që do të thotë që çdo njeri prej nesh është mëkëmbës në këtë sipërfaqe të tokës. Çka do të thotë të jesh khalife? Fjala khalif kur e dëgjojmë çka kuptojmë? Udhëheqës të një populli. E khalife kur Allahu e quan njeriu në khalife, çka do të thotë? Udhëheqës i mbar krijesave të tilla në sipërfaqe të tokës. Njeriu është ai i cili udhëheq me krejt krijesat e tjera. Njeriu është ai i cili ka mbisurpët e tija për t'u lehtësuar jetën mbar krijesave të tjera. Njeriu është ai i cili duhet jetë i kujdesshëm në raport me gjithë krijesat e tjera. E në veçanti pastaj në raport me krijesën e njëjtit lloji që është me njerëzit të cilët ai jeton dhe bashkëvepron. Njeriu që kur thot Allahu je khalife, kjo është nderi i madh sepse të ka bërë prijesin e mbar krijesave që jetojnë sipërfaqe të tokës. Mirë po, kjo është ajo që neve gabojmë ndonjëherë, nga se kur ti je prijes, kur ti je përgjegjës, kur ti je udhëheqës, nuk është vetëm nder dhe privilegj. Kjo ka edhe përgjegjësi të madhe. E mbi këtë përgjegjësi jepet llogaria në ditën e gjykimit. Sa ti i ke dalë për Zot kësaj përgjegjësie. Të kam nderuar e të kam marrë prijesin e krijesave të mia. Të kam nderuar dhe i kam përulur të gjithë krijesat e mia për ty o njeri. E ty ta kam mësuar të ecësh me dy këmbë dhe të ecësh ballat. Kurse krejt të tjerët ecin me këmbët e shtruar dhe krejt të tjerët ecin me duar të shtruar, për të treguar se ato janë të nështruara para teje, ti je më i ngritur i krijesave të mia. Ama kjo nuk duhet të të bashkojë dhe të të bëjmë me një madhe kryelar, që pastaj të thuash se s'ka Zot, që pastaj të thuash që Zoti duket i bindur mu, që pastaj të thuash, jo, ky nder i madh ka përgjegjësi të madhe që neve do e japim llogarinë në ditën e gjykimit para Allahut të madhëruar. Prandaj vllau jemi dashur, në këto sekonda e momente të jetës së kësaj bote çka po i kalon, kujdes se si i kalon, kujdes se ku i kalon, kujdes kohën ku e harxhon, kujdes si e me obligimet e Zotit Allahut Dhul Xhelal, kujdes si e në raport me ndalesa që Allahu t'i ka ndaluar, nga se ti e zotëria i krijesave dhe ti duhet i jetosh si i tillë. Ti duhet i jetosh si i tillë. Nuk i ka hije njeriu të bëjë veprime shtazarake, nuk i ka hije njeriu të bëjë veprime të përngjajshme me kafshët, për arsye se ti nuk je i tillë. Ti je zotëria i këtyre krijesave dhe duhet të jetosh si zotëri. Duhet të jetosh si zotëri përballë krijesave të tjera dhe vepra jote duhet me qenë shembull, jo vetëm për njeriu, por për mbar krijesat e tjera të cilat jetojnë në sipërfaqe të tokës. Nga se ne jemi inni ja'ilun fil ardi khalife, mëkëmbësit dhe zotërinë e sipërfaqes së tokës. Mirë po kjo privilegj i madh, ky nder i madh, ka edhe përgjegjësinë e rëndë pastaj në ditën e gjykimit. Allahu na e mundësoft ta kryejmë këtë emanet pa që bartje në